Nëse kam stent ose implant metalik, nuk mund të kryej kurrë rezonancë magnetike. Atëherë, shpeshherë kjo duhet të jetë një informacion që çdo pacient i cili ka kryer një ndërhyrje operatore me stent me diçka metalike, duhet gjithmonë në spitalin ku e ka kryer të marrë një letër se kush ka qenë lloji i materialit që është përdorur. Dhe kjo është një pasaportë, le të themi, që e ka me vete. Dhe në 95% të rasteve, pas viteve 2000, kur rezonanca magnetike u bë shumë e përdorshme, pjesa më e madhe e stendeve apo protezave metalike kanë të përbëra nga kobalti dhe nga materiale të cilat normalisht nuk përthithen nga fusha magnetike, pra janë ferro-negativ, pra nuk kanë thithje nga magneti, dhe ato mund ta bëjnë një rezonancë magnetike pa asnjë problemi. Por gjithmonë ne kemi detyrimin ligjor që t'i pyesim kush është materiali që ato kanë protezuar dhe pikërisht ne konfirmojmë që ai material është apo nuk është kompatibël për të kryer një rezonancë magnetike. Po për 5% tjetër që ju nevojitet si... Pra, çdo pacient që ka nevojë të kryejë rezonancë magnetike dhe ka bërë ndërhyrje, duhet të ketë një letër se kush ka qenë lloji materiali që është bërë. Nëse pjesën më të madhe të rasteve, ky material mund të futet. Nëse materiali thotë që nuk mund të futet në rezonancë magnetike, ato përjashtohen nga kryerja e ekzaminimit.